Si e pritet këtë finalen? Si e prita, ashtu si që kisha imaginuar, e dhja që në dyshën e përfundimtare do ishte Rozana me Gjestin. Unë i treti, Egli e katërta. E tregoj dhe televotimi, kur fitova mbi Eglin, Egli fitoj mbi Gertën. No, e dhja, nuk ishte do një surpriz për mua. Madje doja të ndërprisja Ledionin për leximin e emrit, është jam unë. E dhja. Çfarë fitoi Laerti nga ky Big Brother? Besoj një Laert më të përmirësuar, sesa nga ai që hyri në datën 21 dhjetore, dëgjuat, e tha dhe Arbëri, më ke surprizuar për mirë, tha prisja një Laert ndryshe, pash një Laert ndryshe. Si ndjet Laerti pas daljes nga Big Brother VIP? Po s'kam dal akoma nga Big Brother. Kam dal nga çmimi i madh, po. Nga çmimi i madh, po kam dal. Jo asgjë, kam fituar shumë më tepër se sa vlera monetare. Kam fituar miq, dhe për mua kam fituar një Laert më të mirë se sa ai kur hyri. Çfarë presim nga Laerti në vijim? Do vazhdoj punën time në teatr, si aktor, si regjizor, dhe nuk e di, qofse realizojmë projektet që i kam si ëndër.